problemi I mos pajtimeve nuk ka të bëj me gjuhën që përdoret. Sepse çka I kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashk, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, ose në pyetje interesat. Tash, lëvizjeve të vendosin në qeverisje, unë si kryeministri I Republikës, duket që duke bërë gjëra të mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi im. Qëllimi im nuk ka qenë t'ju prishja atyre pazarëve dhe kumarit. Qëllimi im ka qenë të bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa I humbim privilegjet nga pazarët dhe kumarit, s'kam çfarë ju bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë në detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komunën Vushtrri? Vetë vendosja me LDK-n bashkë. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe I ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit kryesisë që tash nuk po bëka I mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në Vushtrri. Edhe njerë po e theksoj, ka të bëj me pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet publike.